se sa kam lidhje unë me besimin, i vetmi njeri në këtë sallë që s'ke asnjë lidhje jeti, as me besimin, as me vlerat të tjera morale dhe familjare. Mungesa e vlerave morale dhe familjare janë tepër të rëndësishme për të konsideruar për çdo person. Sa i përket gënjeshtrave që u hodhën në këtë sallë, qëndrimi ynë ka qenë i qartë. Ju lutem lejoni kolegun të mbaroj fjalën. Këshillit të mandateve në emër të 5 deputetëve antar të Këshillit mandateve përfaqësues të Partisë Socialiste e kemi bërë qartë qëndrimin ton dhe po ashtu në përfundim të mbledhjes kemi komunikuar se si e sqaron rregulloria e Kuvendit këtë akt procedural të Kuvendit të Shqipërisë. Në Këshillin e mandateve ka pasur 2 mendime dhe 2 qëndrime dhe kjo është e qartë në proceduralin e asaj mbledhje. Dhe në rregulloren e Kuvendit në nenin 118.3 thuhet qartë se në përfundim të shqyrtimit Këshilli brenda 2 javëve harton një raport. Jemi brenda kohës që na lejon rregulloria. Ky grup parlamentar është një grup parlamentar serios, i cili nuk i merr vendimet kryetari i grupit apo kryetari i Kuvendit apo kryetari i Komisionit Ligjeve, por në këtë parti merren vendimet kolegjiale në grupin ton parlamentar. Kështu që në këtë këndvështrim më datë 23 shkurt, kam komunikuar publikisht se sapo të depozitohet nga të 5 deputetët rekomandimi nga ana jon, do të respektohet afati 2 javor, bie poshtë pretendimi se po shkelet afati, se afati 2 javor është përpara datës së përfundimit të afatit të shqyrtimit që është data 17 mars, e përpasoj sqaroj publikun që sapo të jetë gati brenda këtij afati në seancën më të parë, që natyrshëm është seanca e ditës së njëjtë 12 mars, natyrshëm do të jenë gati 2 raporte. Faleminderit. Zoti Bardhi, ju tërheq vërejtjen sipas rregullores. 1 minutë. Për ndalimin e fjalës të kolegut edhe natyrisht duke përdorur edhe një fjalor jo etik parlamentar. Unë nuk jam tut përsëris ato fjalorin tuaj i cili është i papërshtatshëm për në seancë. Dhe ju lutem mos e përsërisni shkelje sepse do ndjekim rregulloren. Po patjetër do rëndohet, ju mund të mos ju bëj përshtypje. Mund të mos ju bëj përshtypje edhe dalja jashtë.